Pra, bashkimi i marë ose bashkimi i tyre që nuk është e shëndetshme të merren bashk, antimokotik edhe antibiotik, bën të mundur që ne të kemi më shumë problematika me fryrjen e stomakut, sepse një antimokotik mund të krijojë fryrje, një antimokotik mund të reduktojë efikasitetin e enzimave tretëse, dhe nëse merren bashk, atëherë problematika ose simptoma mund të ulet disa ditë, por pas disa javësh ajo mund të persistojë dhe mund të shfaqet prapë. Prandaj, ushqyerja e shëndetshme, aktiviteti fizik, hidratimi këtu përbën rolin kryesor. Sidomos kombinimi i ushqimeve të thata me antibiotikët nuk ka as pak efikasitet. Ushqimeve të procesuara me antibiotikët nuk ka as pak efikasitet. Dhe marrja pa kritere e antibiotikëve, marrja sipas kokës tonë e antibiotikëve rrit rrezikun dhe për të dëmtuar veshkën, për të dëmtuar zorën e trash. Redukton bakteret e mira të cilat marrin pjesë në sintetizimin e një bakteri i cili Akermensia mucinofilia, redukton disa bakteret të mira të cilat quhen Ergentella lenta, Clostridium orbiciniens, Coprococcus eutacus, Ergentella lenta, Eubacterium ramolus, të cilat këto bëjnë të mundur dhe forcimin e disa enzimave ose të molekulave të cilat quhen demetilaz, beta-glukozidaz. Beta-glukozidaza është shumë e rëndësishme, flavonoid reduktaz, të cilat këto heqin pjesën e metilit, demetilaza heq grupin e metilit nga alkaloidët, polifenolët, izoflavonët ose beta-glukozidaz. Ergentella lenta është shumë e shëndetshme sepse redukton dhe inflamacionin, redukton dhe TNF-t ose redukton dhe disa citokina të tjera. Bifidobacterium brevis bën të mundur që magnezi të përthithet më mirë dhe ndihmon dyert e magnezit ose ndihmon dyert që magnezi përthithet e pjesa enterociteve ose te sipërfaqja e mukozës intestinale. TRMP6. Prandaj pa kriter antibiotikët nuk duhet i merrni sepse shkaktojnë problematika me trurin, mund të destabilizojnë gjendjen emocionale dhe mund të shkaktojnë problematika dhe deri me pjesën e gjumit. Faktori numër 3 ose zakoni numër 3 që e dëmton dhe destabilizon mikrobiotën që lidhet drejt për drejti me sistemin imunitar. Janë edhe ushqimet e procesuara, që i kemi përmendur her pas here. Ushqime të cilat marrin pjesë kudo në tryezat tona. Dhe këtu janë chipsat, patatinat, ushqimet e ndryshme që këto janë edhe faktorët, madje për mendimin tim quhen faktorët numër 1 dhe zakoni numër 1 që e dëmton shumë zorën, sepse përmbajnë shumë aditiv, përmbajnë shumë kolorant ose përmbajnë ngjyrues të shumtë që këto mund të ngjiten mukozën e zorës holl, mund të favorizojnë rritjen e mykut, pra mund të favorizojnë dhe rritjen e baktereve të këqija dhe ne kështu mund të kemi një disbioz. Dhe kështu mund të kemi një problematik me fryrjen e barkut dhe problemet e zorës shkaktojnë dhe probleme endokrine, probleme me pjesën e ciklit menstrual të vajzave. Këto ushqime sot kanë sjell që vajzat të kenë menstruacione në mosha të vogla, 10-12 vjeç, ose më pak se sa mosha 13 vjeç. Dhe më përpara, para 20 vitesh ose para 30 vitesh, ky problem nuk ka qenë. Sot ka ardhur si pasojë e kozmetikës që vajzat 8 vjeç vendosin në fytyrë, që vajzat 9 vjeç vendosin në fytyrë, që sistemi endokrin, vezore, gjëndra tiroide akoma nuk kanë arritur atë sasinë e duhur të prodhimit të hormoneve të tyre. Dhe gjëndra tiroide, vezoret, hormonet, sistemi endokrin është shumë delikat dhe shumë i ndjeshëm nga këto toksina, të cilat bëhen dhe neurotoksina, para janë shumë të rrezikshme dhe ndikojnë drejt për drejti dhe në problematikat e mukozës së stomakut. Këtu shikojmë edhe paretet e mukozës së stomakut, të cilat mund t'i dëmtojnë dhe mund të krijojnë dhe deri në ulcer ose problematika me mukozën e zorës së holl. Prandaj kujdes sa më shumë nga këto ushqime sepse çrregullojnë dhe destabilizojnë funksionet endokrine, sidomos tek vajzat e reja. Një ndër faktori numër 4 është gjumi. Është edhe ekspozimi përkundrejt telefonit në orë të vona të natës. Ne nuk mund të shkojmë dot në shtrat pa e mbajtur telefonin përpara.
Pra, nëse telefoni mbahet her pas here, bën të mundur që ne mos të bëjmë një gjumë të shëndetshëm dhe kur të zgjohemi në mëngjes, ne të jemi të lodhur, ne të jemi jo të fokusuar, ne të jemi jo të përqendruar dhe mos harrojmë që telefoni pranë kokës, siç është edhe në këtë imazh këtu, telefoni pranë kokës do të sjellë që ne të ekspozohemi dhe nga valët e tij, sadopak të vogla, por ne prekimi nga valët e tij. Dhe sidomos ekspozimi në orë të vona ose edhe disa minuta kur ne jemi në shtrat, do të prishi cilësinë e gjumit, sepse ne gjatë gjithë ditës rezatojmë nga telefoni, e mbajmë 24 orë në xhep. Nuk ka sot person në vitin 2026 në shkurt që ndodhemi ne, që shumë pak është edhe pranvera, që mos ta mbaj telefonin e tij 24 orë, madje ka dhe njerëz që flen duke mbajtur telefonin në xhep ose duke mbajtur telefonin në shtrat. Tani, telefon në shtrat, telefon në xhep, telefon kudo, marrje, telefonata, do të bëjë që ne të marrim një pjesë të rezatimit, duke qenë se ne rezatohemi dhe nga atmosfera, dhe nga pjesa e diellit, por edhe këto rezatime ndonse të vogla ndikojnë tek organet tona. Sepse nuk është vetëm rezatimi nga telefoni, por nga laptopet, nga kompjutrat, nga pajisjet, nga çdo gjë inteligjente ose nga çdo gjë që sot është elektromagnetike, emeton disa valë ionizuese ose një rezatim sado të vogël ionizues që mund të dëmtoj dhe mund të shkaktoj probleme për një afat kohore të gjatë, sepse nuk jepen ato direkt, por për një afat kohor pak të gjatë. Pra, dhe zakoni numër 4 ishte pjesa e problemit ose ishte pjesa e gjumit që ne mund ta bëjmë duke mbajtur telefonin përpara. Dhe patjetër që ne këtë duhet që ta shmangim, sepse nuk i bën mirë as funksioneve tona të trurit. Madje ka dhe studime të cilat nëse kjo gjë vazhdon për një kohë kronike, mund të shkaktoj deri tek pjesa e çrregullimeve të ankthit, mund të shkaktoj një kortizol të lartë, mund të shkaktoj jo vetëm ankthin, por dhe pjesën e kortizolit, por mund të lidhet edhe deri me kujtesën. Pra mund të uli dhe performancën e kujtesës. Aq shumë i rëndësishëm është gjumi. Dhe ai që mua dhe më trishton është se fëmijët e vegjël shkojnë me telefon në shtratin e tyre për të fjetur, pra mbahet diçka përpara që ata ta bëjnë gjumin më të shëndetshëm. Nuk është as ky faktor i rëndësishëm dhe nuk është ky një shtesë apo një shtys që ata mund të shtyen dhe mund të bëjnë një gjumë të shëndetshëm. Ka mënyra shumë të tjera, faktorë shumë të tjerë që fëmijët duhet të shtrihen për të fjetur gjumë. Madje këtu do të përmendim edhe një faktor tjetër. Këtu është fotoa që lidhet në pjesën e gjumit. Është edhe konsumimi i miellit të bardhë. Mielli i bardhë, siç dihet edhe nga pas pjesës së botës ose pas civilizimit ose botës industriale, është futur në shumë produkte. Dhe konsumimi i miellit të bardhë, ndonse ka dhe aditiv brenda si emulsifikatorët e tjerë ose si ngjyruesit e tjerë, mund të ketë edhe brenda më shumë ngjyruesa ose kolorant, të cilat këto e bëjnë atë më të fortë, e bëjnë që të ketë një prirje që të shkaktojë dhe më shumë inflamacion. Prandaj jo shumë konsumim të miellit të bardhë ose të miellit që mund ndodhet tek ëmbëlsirat, tek ushqimet e ndryshme, dhe mielli i bardhë është një produkt ushqimor, e kam fjalën që kalon edhe nga disa faza përpunimi, që të mos konsumohet sidomos shpesh nga fëmijët. Më së shumti për fëmijët janë të shëndetshme, që unë i kam përmendur dhe pak më përpara, quinoa, tahini, bullguri, lëngu i mishit. Fëmijët nuk duhet të heqin kur dorë nga veza dhe nga vaji i udhëherit, pothuajse edhe nga mishi i kuq. Pra tre ushqimet më të shëndetshme për fëmijët janë veza e kuqe, vaji i udhëherit dhe mishi i kuq. Por mielli i bardhë ose mielli i përpunuar sjell problematika të sistemit nervor dhe të mikrobiotës. Këtu patjetër që ushqimet shëndetshme ne kemi dhe prebiotikët, probiotikët, ushqimet e fermentuara, të cilat janë shumë toksike. Këtu janë ushqimet cilat janë pasura me prebiotik, pra prebiotikët ushqejnë probiotikët, që prebiotikët janë
ushqimet që janë pasura me ushqimet të cilat quhen brokoli, argjinaria, këtu mund të fusim edhe kosin, se kosi është edhe prebiotik por dhe probiotik. Pastaj tek probiotikët ne mund të fusim kosin, mund të fusim kefirin, madje kefiri është një ndër produktet më të shëndetshme ushqimore që ushqen bakteret e mira, ushqen epitelin intestinal dhe redukton ose neutralizon efektet negative që ne mund të marrim nga antibiotikët. E vesh mukozën intestinale dhe redukton inflamacionin. Madje këtu kishim dhe rrugën zor-tru që unë e kam përmendur dhe disa herë që është shumë e rëndësishme, që lidhet drejt për drejti dhe me funksionet e mendimit ose të emocioneve, lidhet me funksionet e gjumit, lidhet me funksionet e aktiviteteve tona sociale, pra të gjitha metabolitët të cilat formohen në zor, muramil dipeptidet, triacilipopeptidet, diacilipopeptidet,